Sporti peshngritjes konsiderohet si një sport që të argëton dhe të zhvillon aftësitë fizike dhe psikologjike të sportistëve. Është një nga të parit që është futur në lojrat olimpike moderne në vitin 1896. Korça njihet si qytet ku është zhvilluar shumë edhe ana sportive, që tek futbolli, volejbolli, duke vazhduar me tenisin dhe sportin e hedhjes së gjyles, por vëmendje të veçantë kërkon sporti i peshngritjes. Në pallatin e sportit Tamara Nikola në qytet është ndërtuar një palestër ku disa të rinj stërviten në peshngritje nga trajneri Olsi Xurre. Cëna ka qëndruar në një seancë stërvitore pranë sportistëve të vegjël, të cilët kanë treguar shumë vullnet e pasion, ndonse kushtet në të cilat stërviten nuk janë të mjaftueshme. E nisëm bisedën me trajnerin Xurre, i cili fillimisht na ka treguar se si ka lindur pasioni për peshngritjen, ndonse kohët sipas trajnerit ka ndryshuar, ai përpiqet ta vazhdojë këtë traditë në qytetin e tij. Fillimisht kanë filluar karrierën time si sportist që në vitin 1992. Fatkeqësisht kam vazhduar deri në vitin 1998 si sportist. Pas disa problemeve kam marrë sportin. Më pas si trajner kam filluar në vitin 2017 me klubin e Skënderbeut. Sigurisht është një pasion. Me këtë pasion vazhdojmë akoma që stërvisim dhe sportistët. Pavarësisht se kohët kam ndryshuar dhe tani jemi pak në vështirësi domethënë me sportin. Megjithatë përpiqemi që të vazhdojmë traditën në qytetin tonë me këtë sport. Trendi sportistëve që zgjedhin peshngritjen duket se çdo vit më shumë është në ulje. Thuajse gjysma e sportistëve janë larguar për një periudhë kohore të një viti, ndërsa për trajnerin ndikojnë shumë edhe kushtet në të cilat ata stërviten. Fatkeqësisht po thuajse fare këtu në Korçë. Pavarësisht disa promovimeve të vogla që kemi bërë, po është shumë vështirë për të thithur sportistë të rinj. Momentalisht kam vetëm 4 sportistë. Vitin e shkuar kisha 8, njëri miku në Tiranë student, 2 Elana dhe njëri u të rosh për arsye motivimi, sepse nuk ditë që nuk po motivojme fare këto kohët e fundit. Palestër patjetër se kjo nuk mund të quhet palestër. Të e ka në dorë bashkia, e kemi kërkuar disa herë, deri tash s'është bërë asgjë. Do të me kaq kushte në këtë palestër mund të stërviten deri në 6 persona njëkohësisht. Kur bëhemi më shumë, nëse bëhemi më shumë, është ngarkesë dhe nuk arrit të realizohet stërvitja. Peshngritja është një sport që kërkon teknik në realizimin e ngritjes së shtangës, e kjo teknik është më e lehtë për t'u kapur në moshë të vogël. Arselio Muça është sportisti 13 vjeçar, i cili në 3 vite të impenjimit të tij në këtë sport ka arritur të fitojë 3 medalje. Ai thotë se peshngritja është sport mjaft interesant për të, ndërsa kërkon të dalë edhe kampion në të ardhmen. Kam 3 vjet që merrem me këtë sport. Mua më duk sport interesant edhe vazhdova këtu. Po nga që kam qenë pak një vogël edhe e kam kapur teknikën në shumë shpejt. Është pak e vështirë, po me teknikën që kam jam mirë. Kam marrë pjesë në kampionatet U15 dhe kam marrë 3 medalje deri tani, 2 medalje vendi i parë dhe 1 vendi i dytë. Dua të arrin të bëhem një kampion i madh i botës. Për 14 vjeçarin Rigers Tanasica, pasioni për peshngritje nisi kur shihte videot e kushëririt të tij si sportist. Prej 3 vitesh ai stërvitet duke arritur rezultate të mira, ndonse synon si çdo sportist të arrijë majat. Ndër të tjera ai u bën thirrje të rinjve të aktivizohen me këtë sport. Kam pasur një kushëri këtu dhe ku shikoja atë me video që më tregonte, ku shkova pas tij dhe mendova ta provoj. Që për vitit 2021 që kam se kam me rezultatet jo dhe shumë të larta, por të mirë. Për mendimin tim, tani kam mësuar dhe nuk është shumë e vështirë. Bëjmë 2 stërvitje në ditë dhe më duket shumë mirë. Po, dua ta vazhdoj të bëjmë një kampion i Shqipërisë, të jemi mirë. Po ta ndikim se është një sport i bukur dhe na ndihmon për shëndetin dhe shumë gjëra për veten tonë. Sabian Demçe është prej një viti pjesë e sportit të peshngritjes, sport që e nisi në moshën 14 vjeçare dhe vazhdon të jetojë me të. Përqendrimi është ajo që kërkon peshngritja, duke kaluar kështu edhe vështirësitë. Unë
kam sportist që në vitin 2023, po bëj një vit. Qa shokun, edhe e shikoja që ishte një sport i bukur, shumë i vështirë si sport, vetëm që do përqendrim edhe këtë aktivitet kam dalë vend të dytë në Durrës. Është shumë të mjaftueshme, nuk janë se palestras sa shumë mirë me palestrë. Sportistët e vegjël shprehen mjaft të kënaqur për këtë sport, edhe kur i pyesin për vështirësitë. Ata e bëjnë më të lehtë akoma teknikën. Edhe trajneri Olsi Xure tregon se peshngritja duket si sport i rënd, por në fakt nuk është i tillë. Nëse kap teknikën e duhur, mund t'ia dalësh shumë mirë, thot trajneri, ndërsa tregon se në garë nuk ka kontakte fizike me kundërshtarin, si në sportet e tjera, por je aty për të treguar veten. I vështirë nuk është fare ky sport, se gjithmonë ideja është që peshngritja është sport i rëndë, bile edhe fëmijët që kanë qef, nuk i lënë prindrit në shtëpi. Për e marrin vesh që kanë filluar me stërvitje peshngritje, i ndalojnë të vinë. Teknika është pak e vështirë, megjithatë në moshë të vogël, kur fillon në moshë të vogël, arrihet të kapet mirë dhe ecet shumë mirë. Përshëndetin është normal që përshëndetin është një sport shumë i mirë. Edhe në aspektin e kundërshtarëve, është një sport që nuk atërësh fare me kundërshtarët, si sportet e tjera që ka kontakte fizike. Më thënë, në sportin tonë, kundërshtarët gjithmonë janë të respektuar. Sepse ditë që fiton më i miri, nuk ka ile në këtë sport. Promovimi dhe mbështetja ndaj sportistëve të rinj, e më konkretisht ndaj atyre që stërviten në peshngritje duhet të jetë më e madhe. Peshngritja është në të vërtet një sport me adrenalin, sa i vështirë aq edhe i bukur, por kërkon më tepër promovim në mënyrë që të thithë të rinj drejt këtij sporti.